se shihni dhe se vlerësoni angazhimin e shoqërisë civile. Faleminderit ndërore ministri Zanovën, ndërore duket 25-30 kilometra pe kërqove deri e në kupton edhe Hekurullën Durrës e soveti transporti qëndrueshëm, aja që po lidhet edhe me agjendën e gjatë, edhe tash e shet Hekurullën, Prishtinë, Shkodër. Për transportin gjetje në gjithë rajonin. Para 5 vjetë, edhe aspekti është maj kushtueshëm, edhe është maj koshtaja që shtetet e Ballkanit perëndimor. Kosova në procesin e vërlimit nga zvotimet e veprimet është tema për cilën sot do të diskutojmë e në kuadër të progresit që është arritur edhe në kuadër të përgjegjësive që Kosova ka marrë nga ky proces, cilat kanë qenë sfidat, cilat kanë qenë mundësitë për të realizuar këtë përgjegjësi, por edhe për të pa se ky proces sa ka ndihmuar Kosovën dhe sa i ka ndihmuar shtetet e rajonit në iniciativat për të cilat edhe ka filluar realisht si procesi i Berlinit. Tani më po i bëjmë 11 vite gati thuajse kemi kaluar një dekadë nga ky proces. Në kuadër të saj, shoqëria civile e rajonit është grupuar në gjitha këto shtete bashkërisht në një program diplomacia parlamentare, edhe për të monitoruar këtë proces edhe për të ofruar edhe vetën si akter për të ndihmuar këtë proces të Berlinit. KDI për 2 vite më radhë, nga viti 2023, bashku me këta partnerë shoqërie civile, mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, e bën monitorimin në këtë proces. Sot do të diskutojmë më shumë se do të prezantojmë edhe raportin për mbushje angazhimin nga Kosova, digitalizimi dhe dekarbonizimi, për me fokus të agenda e gjelbërt. Procesi i Berlinit e iniciuar nga Gjermania para një dekade, qëllimi i procesit, nëse mujmë i parafrazu në 2-3 çështje, zhvillimi ekonomik në rajon, si qëllim primar, reforma dhe zhvillimi i infrastrukturës, i cili ndihmon lëvizjen edhe qarkullimin, ndihma në përgatitjen e vendeve për antarësim në BE. Cilat kanë qenë sfidat deri tani, sfidat kemi pa sepse pavarësisht do thotë disa nënshkrime për marrëveshjen e lëvizjes lirë, zhvillimet projekte infrastrukturore dhe të energjisë, megjithatë zbatimi i dopt i këtyre marrëveshjeve ka krijuar një proces i cili ndoshta mos humbja, po shpeshherë procesi i Berlinit nga aktorët shihet si jo mjaftueshëm, i qëndrueshëm, balet edhe respektabil për zhvillimet që ndodhin. Mosbesimi dhe tensionet mes shteteve të rajonit, edhe veprimet në mosbatim, siç është rasti me lëvizjen e lirë në raport me marrëveshjen e nënshkruar Kosovë-Bosnjë, e që Kosova në mënyrë një anshme ka pranuar lëvizjen e lirë pa viza e Bosnja dhe matutje nuk e ka një vendim të tillë. Për shpejtimin e integrimit evropiane, gjithashtu është sfida tjetër, e cila nuk është pa se shumë këto vende të rajonit janë ndihmuar apo kanë lëvizur drejt integrimit evropiane. Këto janë disa gjetura dhe disa sfida cilat vazhdojnë me përcjell shoqërinë tonë, përfshin edhe shtetet e rajonit. Ky raport, arsyeja pse kemi përfshirë kësaj radhe edhe agjendën e reformave evropiane, është për shkak se në vitin e kaluar në tetor është adoptuar do thotë agjenda e re evropiane e Kosovës, që është ndërlidhur edhe me planin e rritjes të Bashkimit Evropian, ku Kosova mund të përfitoj fonde, do thotë nëse i përmbush kriteret e caktuara të cilat i ka parafar në agjendën e reformave evropiane. E disa komponente të procesit të Berlinit janë bërë pjesë integrale e këtyre 2 dokumenteve, të cilat pra standardet të cilat Kosova duhet t'i adaptoj, që janë përgjithsisht standarde evropiane që tashmë i kanë përmbushur shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, që Bashkimi Evropian pret edhe nga shtetet e Ballkanit perëndimor, duke përfshirë edhe Kosovën, që t'i përmbush këto kritere në mënyrë që të parafrohet drejt BE-s. Gjetjet kryesore tek pjesa e digitalizimit, mund të them që ka pasur progres në përmirësimin e infrastrukturës dhe konektivitetit.
Kosova ka arritur një shtrirje të internetit për afërsisht 100% që e tejkalon edhe mesatarën e BE-s. Kjo është një zhvillimi më pozitiv, mund të them, nga pjesa e digitalizimit, ndërsa siç kemi marrë edhe obligime, po edhe ato që kërkohen nga Bashkimi Evropian është që Kosova të bëjë përpjekje për të zbatuar edhe teknologjinë 5G, e cila është duke u zhvilluar, por që duhet të vazhdoj të zhvillohet edhe më tutje. Një hap tjetër pozitiv apo zhvillim pozitiv është miratimi i agjendës digjitale apo i strategjisë së agjendës digjitale, i cili ngërthen shumë aspekte të zhvillimit digjital dhe objektiva të cilat Kosova ja ka vendosur vetës për të arritur tutje në avancim drejt zhvillimit digjital të vendit. Tek zhvillimi i qyteteve inteligjente, së fundi Ministria e Ekonomisë ka lidhur marrëveshje me qytetin e Gjilanit për të realizuar ato që Bashkimi Evropian i quan qytete inteligjente, ku integrohen teknologjia në mjetet e transportit e kështu me radhë, ndërsa edhe Prishtina ka bërë disa lëvizje, por me gjithatë mund të them se ende jemi mbrapa në zhvillimin e këtij komponenti. Ato që mbetën për të zbatuar, pra janë zgjerimi i rrjetit 5G, marrëveshja e roamingut mes Ballkanit dhe Bashkimit Evropian, miratimi i ligjit për arsimin e lartë është një çështje e cila e pamundson bashkëpunimin mes institucioneve akademike dhe me ato të BE-s, rritja e sigurisë kibernetike dhe rritja e shkëmbimit të dhënave mes vendeve të Ballkanit perëndimor. Këtu vlen të theksohet që Kosova ka bërë një avancim tek çështja e mbledhjes së të dhënave me regjistrimin e popullsisë, të cilën e ka realizuar, edhe kjo do të thotë është një hap përpara. Tek agjenda e gjelbër, gjithashtu edhe këtu si KDI kemi analizuar 28 pika të planit të zbatimit tek pjesa e dekarbonizimit, ku kemi vlerësuar pra progresin, afatet e zbatimit dhe hapat që duhet të ndërmerren nga Kosova për aspekte si energjia dhe klima, ndotja dhe dekarbonizimi, burimet e ripërtritshme, mbrojtja e mjedisit, transport inteligjent dhe miqësor me mjedisin, si dhe karburantet alternative. Këtu do të them, ato hapat pozitiv do të thotë që janë shënuar, është që Kosova e ka vendosur objektivat për energjinë dhe klimën deri në vitin 2030, që përfshin rritjen e pjesës së energjisë së ripërtritshme në 32% dhe reduktimin e emitimit të gazrave serë në 16.3%. Ka miratuar edhe ligjin për promovimin e përdorimit të energjisë së ripërtritshme, që është një hap të thotë pozitiv. Por ajo çfarë mbetet për të përfunduar dhe që ende nuk është në rrugë të duhur, është që Kosova ende nuk e ka përfunduar planin kombëtar për energjinë dhe klimën, e ky plan ka filluar të hartohet që nga viti 2018, ndërsa miratimi i tij ishte planifikuar në fund të vitit 2024. Kjo ka qenë edhe një farë kritike në raportin për vendin, ku Komisioni Evropian ka kërkuar që Kosova ta miratoj sa më shpejt këtë plan. Një gjë tjetër që mbetet për të përfunduar është strategjia e përshtatjes klimatike, edhe kjo është dashur të fillonte në gjysmën e dytë të vitit 2024. Gjithashtu duhet bëhet edhe miratimi i ligjeve, siç është projektligji për energjinë elektrike, të cilat i kanë kaluar do të thotë proceset e diskutimit dhe duhet të miratohen nga ana e kuvendit. Në pritje janë edhe projektligji për rregullatorin e energjisë dhe projektligji për eficiencën e energjisë. Tek pjesa e energjisë, natyrisht derisa kërkohen zgjidhje të gjelbërta në planin e veprimit për dekarbonizimin, kërkohet që të adresohet edhe varfëria energjetike në Kosovë. Cilësohet që 40% e familjeve nuk mund të mbajnë do të thotë ngrohtësinë në gjatë periudhave të dimrit, duke pas parasysh tani që ka pasur një rritje të çmimit të energjisë që mund të jetë më e lartë në vitet që vijnë, prandaj është diçka që kërkohet që të adresohet nga ana e Kosovës. Ne jemi në periudhën kur po presim konstituimin e kuvendit dhe padyshim që këto çështje duhet vinë në kuvend të ratifikohen sa më parë. Janë edhe disa marrëveshje, do të thotë, sidomos tek plani i rritjes që është adoptuar vitin e kaluar për të përfituar kredit që vijnë, do të thotë, në kuadër të këtij plani. Ato duhet të ratifikohen si marrëveshje kredie në kuvendin e Kosovës, ligjet të cilat i përmenda, dhe do të thotë këtu duhet të bëm pavonesa në mënyrë që Kosova të mos mbetet mbrapa me zbatimin e këtyre zotimeve.
Spari duhet filloj duke thënë që Qeveria e Republikës së Kosovës e ka mirëpritur këtë ringjalljen, them ashtu, të procesit të Berlinit nga ana e kancelarit Scholz, edhe rifillimin, rimarrjen e leadershipit ose rritjen, ngjalljen e aktivitetit në këtë proces dhe seriozitetin me të cilin është dhe proaktivitetin me të cilin është trajtuar nga qeveria gjermane për gjatë viteve të fundit. Duke qenë se nuk kemi parë alternativ tjetër, aq më pak alternativ më të mirë për zhvillimin e një bashkëpunimi më të mirë rajonal. Kosova është ndër vendet më aktive dhe proaktive në procesin e Berlinit dhe këtë i kemi parë edhe me ratifikimin shumë të shpejtë të gjitha marrëveshjeve dhe së fundmi madje edhe me ratifikimin e njëanshëm të marrëveshjes për lëvizje të lirë me letër njoftime me Bosnjën dhe Hercegovinën, edhe pse Bosnja ende nuk e ka bërë këtë dhe presim që ta bëj këtë. Nëse flasim për energjinë, për shembull, një gjë që e kemi përjetuar gjatë gjithë kohës ka qenë që ne për gjatë gjithë kohës kemi votuar në Këshill të Ministrave ose jemi dakorduar në proces të Berlinit për të thelluar bashkëpunimin. Nga ana tjetër, ende jemi sot në një situatë ku për 5 vite Serbia nuk lejon alokimin e kapaciteteve në linjat e transmisionit. Kjo është një çështje, kjo është domethënë tregti bazike e cila i kushton qytetarëve të Kosovës miliona, i cila i kushton edhe qytetarëve të Serbisë edhe të krejt rajonit. Para krizës, para 5 viteve është vlerësuar se dëmi ekonomik në mirëqenie të qytetarëve për krejt rajonin është rreth 10 milion euro në vit. Kjo ka qenë para krizës. Gjatë vitit fundit kemi pas rritje të jashtëzakonshme të çmimit të kapaciteteve të energjisë, të transmisionit të energjisë, për të cilat besoj keni lexuar kohëve të fundit tashti në kuadër të rritjes së tarifave. Do të thotë kjo është diçka që ka ndikim të madh direkt tek qytetarët. Presioni duhet të jetë aty që ky bashkëpunim të jetë i sinqert dhe së paku minimal nga ana edhe e shteteve të tjera të rajonit. Çështja e dytë që dua ta theksoj është lidhet me emrin nga zotimet në veprime që po më pëlqen shumë. Edhe këto është prap një reflektim mbi këto 4 vite, po jo vetëm 4 vite, sepse ne kemi dekadat tashmë që marrim zotime, bëjmë ligje të tjera, mirë po kur vjen puna te zbatimi, ngecim. Dhe mendoj që ka arsye shumë të fortë për këto, sepse kur bëhen ligjet, duke transpozuar direktiva, nganjëherë pa e kuptuar se çfarë jemi duke bërë saktësisht. Këto janë ligje tipike në të cilat mendoj që ai niveli i ambicjes edhe largësia e tregut të Kosovës dhe të integrimit të tregut të energjisë elektrike me Bashkimin Evropian që synohet deri në 2030 është e largët, është me pasoja edhe të dhëmshme, po edhe të mira për qytetarët e Republikës së Kosovës. Në kuadër të integrimit të tregut të energjisë elektrike, kost ka miratuar kodin e ri të rrjetit dhe si rezultati i kësaj janë rritur kostot e balancimit, shërbimeve ndihmëse që janë përmendur aty në raport, dhe si rrjedhoi e kësaj, po si rrjedhoi edhe rritjes çmimit për shërbime ndihmëse, është rritur kjo kosto dhe këtë kosto duhet ta bartin konsumatorët. Do të thotë, kur flasim për zotimet, ato janë shumë ngushtë të lidhura nëse do të zbatohen. Dekarbonizimi ka kosto dhe ne duhet flasim hapur për këtë. Ne në fakt kemi pasur, kur kemi miratuar strategjinë e energjisë, unë personalisht kam qenë në 7 komunat më të mëdha të Kosovës, përveç konsultimeve publike në Prishtinë në forma të ndryshme, kam diskutuar me qytetarë e të tjera. Mirë po shihet tash që në momentin kur qytetarët preken, edhe pse këto që po i shohim nuk janë rezultate të strategjisë së energjisë, po të faktorëve të jashtëm, mirë po na tregojnë se çka do të na pret në të ardhmen në strategjinë në sektorin e energjisë.
interesimi është ndryshe. Për mua, si ministre, këto janë gjërat që më kanë bajt zgjuar natën. Këto çështjet e koordinimit ndërinstitucionale të tjera, sigurisht që gjithmonë kanë hapësirë për të bërë më mirë. Kemi kalu në një krizë jashtëzakonisht të madhe, me një sistem jashtëzakonisht elektroenergjetik jashtëzakonisht të ndjeshëm, dhe nevoja për të balancuar kërkesat, zotimet që vinë nga jashtë kushtimisht, që janë më afatgjata, me të bërit sa të është e mundshme për të mbrojtur qytetarët dhe bizneset në afat të mesëm, dhe për ta bërë këtë në mënyrë që është kompatibile me objektivat afatgjata, për shembull duke tentuar që të mos subvencionohen shumë tarifat, mirë po të investohet në eficiencë të energjisë. Këto janë ato sfidat, kisha thënë, si politik bërës, ose kanë qenë për ne spaku në këtë kohë, që ta vështirësoj në një farë mënyrë edhe marrjen e zotimeve të reja, edhe analizimin e zotimeve, edhe zbatimin e tyre në kushte të tilla.